Ka qenë një rast unik, dihet situata. Ne kemi besim të plot në Teutën, kemi besim plot në familjen Rugova, kemi përkushtim plot në këtë dhe Teuta do të angazhohet. Teuta nuk ardhë këtu sepse është vetëm se është vajza e Ibrahim Rugovës, por ka ardhur se është një vajzë e shkolluar mirë, një vajzë e edukuar mirë, një vajzë e cila përfaqëson në mënyrën më dinjitoze dhe më besnike interesat e gjeneratës së vet dhe kjo është arsyeja pse ne jemi sot me Teutën. Dhe ai do ta ketë përkrahjen e plot dhe unë shpresoj që ai do t'i ketë edhe votat e plota të atyre, gjithë atyre që kanë besim në këtë gjenerat që kanë besim Teutën dhe që kanë besim në ne. Tani që kam mbaruar universitetin, mendoj që është më së nevojshme për rinin e popullit të Kosovës që të ketë një përfaqësues të denj në kuvendin e Kosovës, sidomos sepse segmenti i shoqërisë shpesh edhe është anashkaluar në planin e brendshëm dhe i harruar e izoluar në planin ndërkombëtar. Të rinjtë tanë duan të jenë krah për krah me moshatarët e tyre evropian, t'i ndajnë dhe t'i gëzojnë vlerat e tyre të civilizimit evropian. Uka ka qenë një rast unik, dihet situata e tij. Ngjarja e fundit ka qenë një keq kuptim, shumë shpejt kemi shpresë që ai do ta dëshmoj papajësinë e vet, dhe kemi gjithashtu besim në drejtsinë ndërkombëtare që të tregojnë të vërtetë. Unë thash edhe më herët që për politikën kosovare do të sjellë të ri në sferën e rinisë shumë, se e dim që nuk ka shumë përfaqësues të rinisë në kuvendin e Kosovës. Më vonë do ta shpalosë edhe plan programin tim. Kryesisht do të fokusohem në rinin e Kosovës.